Bismillahirrahmanirrahim. Jetë më jetë, po të më kishte pyetur dikush nëse doja të vinja në këtë jetë, do ta kisha refuzuar, pasha atë që e fali këtë jetë. E kur thonin dietarët se pas të rëndës vjen e lehta, thoja me veten time, e mjaft me kësi rrëfimësh, e mjaft me kësi tregimësh. Kështu mendonte një djalë i vogël me emrin Muhammed në një qytet të quajtur Gjilan, në provincën e Panjabit, atje diku larg në veri të Pakistanit, atje ku nis Kina. Ishin motët e hershme, diku rreth viteve të 65-ta. E Muhamedi në atë kohë ishte 7 vjeçar. Me të hapurit e syve në këtë jetë, ai pa vetëm ankth, uri, varfëri, smundje dhe vështirësi. Kësaj vështirësie ju shtua edhe një ankth, kur në moshë të hershme Muhamedi humbi babaun dhe nanën. Ai mbeti vetmuar, i pa shpresë. Tani më Zoti vendosi kështu për Muhamedin. Jetë më jetë. Uria dhe varfëria ishin gjërat e para të cilët kishte parasyri njom i këtij djaloshit. Ai ishte shumë i dobët në shtat, saqë drasa e kraharorit donte t'ia plas lëkurën për t'i dalur thjesht jashta. Të gjithë shikonin me dhimbje këtë djalë. Të gjithë pritnin një ditë kur do të hapet lajmi për vdekjen e tij dhe çlirimin e tij nga kjo dynja e vështirë. Ditët kalojnë, muajt kalojnë, e Muhamedi po rritet. Një shpresë po duket se vjen, një diell po duket se po lind. Xhaxhai i tij, i cili jetonte dhe punonte në Britaninë e Madhe, u mundua të ndihmonte djalin e vllaut tani më të vdekur. Ai i përfundoi procedurat e birësimit të tij dhe kështu e tërhoq atë në Britaninë e Madhe. Të gjithë ju kënaqën këtij rastit, të gjithë i uruan sukses. Muhamedi arriti në shtetin e Mbretërisë së Bashkuar. Ai po habitet gjithandej me strukturën dhe infrastrukturën e një shtetit mjaft funksional. Shpërngulja e Muhamedit, që tani më ishte 11 vjeçar, ishte gjithçka tjetër, por jo e mirë. Ai kishte ushqim të mjaftueshëm, por jo njerëzit që i njihte dhe gjuhën që e fliste. Dhe aq më pak prindërit që tani më ishin të vdekur dhe të vorosur në një qoshq tjetër të dynjas. Për shkak të gjuhës që nuk e njihte, ai nuk kuptoheshte me askënd në këtë vend, e as edhe me kushërinjtë e tij. Të gjithë ata flitnin vetëm anglisht. Ushqim kishte të mjaftueshëm, por jo edhe apetit. Bile edhe krevatin e kishte mjaft të mirë, por jo gjumë. Gjumi i iku. Ai mbështeteshte të flejë dhe më e dinte. Në tavan kishte disa pika të zeza në murin e bardhë, të cilët i paraqiteshin si figura të lloj-llojshme, përderisa këta figura e përcjellnin në gjumë. Kjo traumë e tij, si duket, u tejkalua pak a shumë pas disa muajve. Ai hyri në shkollë dhe nisi që çdo mëngjes, sikur edhe të gjithë moshatarët e tij, të shkojnë në shkollë.
aty nuk e gjeti veten fare. Nuk përparoi fare. Një nxënës i cili fliste anglisht shumë dobët dhe komplet në vet izolim. Kjo nuk i hyn në punë askujt, e aq më pak Muhamedit. Kaluan disa vite dhe Muhamedi u bë 16 vjeçar dhe e kreu shkollën 8 vjeçare. Xhaxhai i tij u detyrua ta punësonte diku, nga se ai edhe ashtu nuk ishte i shkollës. U punësua në një fabrik të përpunimit të pambukut. Ai e mësoi punën shumë shpejt dhe si duket kjo i bëri mirë. Filloi të shoqërohet me njerëz, filloi të mësojë gjuhën mirë dhe ja Muhamedi po ngritet në këmbët e veta. I tërë stafi i punës ishte i kënaqur me të. Ai po merr pozitë të mirë në drejtimin e kësaj punëtorie. Edhe pse duket se Muhamedi e gjeti veten e tij, ai nuk u kënaq me këtë. Ai nisi shkollimin e mesëm në sistem të shkollimit të natës. Për shkak të orarit të punës, si dhe për shkak të shkollës, ai duheshte që të ndrojë vendin e punës e të hyjë në një fabrik për mbushje të batarive. Aty i konvenoi orari i punës në krahasim me orarin e shkollës. Si duket, Muhamedi nuk u kënaqur as me këtë vend pune. Ai e bëri lejen për autobus dhe filloi të transportojë nxënës shkolle. Gjatë bisedeve të nxënësve mes vete, Muhamedit i ra nësi se temat shkollore për të cilën ata diskutonin nuk ishin edhe aq të rënda. Ky i kuptonte mirë. Ai vendosi të aplikojë në fakultetin e drejtësisë pranë Universitetit të Manchester. Kjo kërkesë nuk ju pranua, nga sa atij i mungonte një nivel i caktuar në disa lëndë. Muhamedi vazhdoi edhe një vit të plot punën e tij dhe me shkollimin e natës arriti nivel të lartë në ato lëndë në të cilën i mungonte një nivel i caktuar. Dhe kur sërish aplikoi, e pranuan pa kushte dhe Muhamedi filloi të studiojë me korrespondencë. Ai mësonte shumë, por mbase studimet ishin nga largësia, pra me korrespondencë, atij ju dha kohë edhe të punonte. Ai filloi të punojë në një punë të re. Tani Muhamedi u bë polic në shtetin e Mbretërisë së Bashkuar. Ai e njohu ligjin mirë, e njohu edhe jetën e rrugëve mirë. Në ndërkohë ai përfundoi studimet e tij dhe mori trajnime dhe praktik në më shumë zyra të avokatëve shumë të shquar në Britaninë e Madhe. Specializimi i tij ishte në të drejtën e pakicave dhe migrantave, gjë e cila ishte pjesë e rëndësishme e qenjës së tij. Të gjithë, por edhe Xhaxhai, po habitet me përparimin e Muhamedit. Të gjithë menduan tash ja doli. Ai do hap një zyrë avokature në qendër të Londrës dhe përveç se do të fitoj një shumë të majme të pasurisë, ai edhe do të mbrojë të drejtat e pakicave dhe të dobtëve. Kështu mendonin të tjerët, por jo edhe Muhamedi. Suksesi i tij nuk ndaloi, por sapo ka nisur. Ai kandidoi për këshilltar komunal në qytetin e madh të Britanisë së Madhe, pra në Manchester. Aty u pranua. Aftësia e tij po i mahnit edhe politikanat e qytetit. Ata e propozuan për zëvendëskryetari, gjë të cilën të gjithë e pranuan. Në vitin 2004, ai kandidoi për kryetar komune. Miqtë e tij të afërm nuk ja preferuan këtë. Kjo është një garë politike, andaj mos t'i hyj kësaj sfide të re. Nuk shkuan shumë ditë, zgjedhjet u mbajtën
dhe Muhamedi fitoi rivalin e tij politik për 3 vota më shumë. Muhamedi u bë kryetari i parë musliman i Manchesterit, duke marrë pozicionin për vitin 2005 dhe 2006. Muhamedi u zgjodh në shkurt të 2013 në listën e Partisë së Punës për Anglinë Veriperëndimore dhe më 22 maj të 2014 ai u kthye si eurodeputet i Parlamentit Evropian për të përfaqësuar Anglinë Veriperëndimore. Në janar të vitit 2016, ai u emërua nga Aleanca Progresive e Socialistëve dhe Demokratëve në Parlamentin Evropian si përfaqësues special për komunitetin musliman. Në këtë funksion, ki vizitoi Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar, Italinë, Francën dhe Danimarkën për të punuar me komunitetet lokale muslimane dhe i ftoi grupe të lloj-llojshme të rinjve musliman në Parlamentin Evropian. Unë jam si ju. Unë vi nga shtresa bazë e shoqërisë dhe nuk jam rritur me lugë, ari apo argjendi. Unë jam Muhammed Afzal Khan dhe i kam 63 vite. Jam i martuar dhe kam 3 vajza. Shprehet Muhamedi që tani më nuk fol nga Pakistani, por nga foltorja e Parlamentit Evropian dhe që nuk e haron të kaluarën e tij. E jetë më jetë. Si duket dietarët në xhamiat tona në Gjylham e pas kanë patur me të drejtë kur thonin se Zoti ka premtuar se pas vështirësisë vjen e lehta, por unë nuk e kuptoja. Ndoshta edhe ju, të dashur dëgjues, që tani jeni duke më dëgjuar, ndoshta edhe ju nuk e keni kuptuar ndonjëherë, sepse njeriu kërkon aty për aty, e Zoti nuk e then premtimin e tij. Ai nuk e ndron gjendjen tonë, përderisa ne të mundohemi për ndryshim. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Përgatiti dhe lexoj Bekim Alimi.